Mjeku me urdhër të prerë. Nëse flini në krah të majt, dëgjojeni urgjent. Zakonet e gjumit janë të vështira për të ndryshuar nga një ditë në tjetrën. Disa njerëz këmbgulin të flenë në përmbys, të tjerët ndihen rahat me shpinë dhe të tjerët i ndrojnë në pozicionet me lehtësi. Megjithatë, ekzistojnë disa arsye të rëndësishme shëndetësore pse duhet të përpiqeni të flini në anën e majt. Shkencëtarët kanë arritur në përfundimin se ky pozicion ju mbron nga refluksi gastroezofageal, pasi në këtë mënyrë stomaku i yll mbetet poshtë ezofagut dhe lëngjet gastrike kanë më pak gjasa të ngrihen lart, duke shkaktuar edhe ndjesi të pakëndshme në djegje. Për më tepër, kur flini në anën e djathtë, pengoni funksionin e saj edhe për këtë arsye mund të rëndojë edhe shëndetin e gjumit. Gjithashtu të fjeturi në anën e majt ka përfitime të konsiderueshme për funksionin e zemrës, të cilat përmirësohen gjithashtu edhe gjatë kohës që jeni duke fjetur. Ndaj ndryshoni pozitën tuaj në krahun e majt.